Miq, sot do t'ju tregoj në mënyrë ekskluzive, vetëm për ju, në këtë kanal, nuk e kam bërë në asnjë kanal tjetër, se si të keni sukses dhe si të themeloni një biznesin tuaj. Por mbi të gjitha si të keni sukses. Nuk e ka bërë askush në asnjë kanal, në asnjë portal, në asnjë televizion, nuk e ka bërë askush, të paktën në troje shqiptare. Deri tani, aq sa jam i informuar, askush nuk e ka bërë. Dhe është në ekskluziv për ju. Kështu që do t'ju lutesha përveç se të komentoni në fund të kësaj videoje, ta shpërndani këtë informacion dhe të më thoni nëse unë kam të drejtë ose jo. E di që në fund, nëse do vazhdoni që të esni me këto hapa, do më falenderoni. Po unë nuk dua asgjë tjetër. Dua vetëm një drek kur takohemi, kur të bëheni të pasur dhe të famshëm. Atëre, kush është rastësisht, do t'i lutesha t'i bëj like faqes si gjithmonë, nëse nuk e ka bërë ende, që të takohemi sërish dhe ju falenderoj që jemi gjithmonë bashkë dhe pres komentet tuaja. Atëre, në vitin 2013 isha duke përgatitur emisionin Enigma. Dhe teksa po bënim një kontroll disa video që më duhesh, disa materiale më duheshin për t'i vënë, dhe po kërkoja disa video në hindi, sepse po flisim diçka indiane. Diçka ishte për Budën, një gjë e tillë. Mirë po, teksa po shikonim ato videot, pash një djalosh të ri, indian. Një djalosh që ishte i dobët, me një mjekër të vogël këtu, edhe dy fije mustaqe të vogla. Ata nuk kanë shumë mjekër si ne, janë më pak mjekër, por simpatik djali, i dobët kështu, dhe kishte vënë dhe një shall, pra mënyra e të prezantuarit ishte fantastike. Por ajo që më bëri përshtypje ishin njerëzit që ishin përreth, kishte shumë njerëz. Dhe unë po thosha, po ky çfarë po bën? Dhe mbeta pa fjalë dhe po shikoja gjithmonë videon. Pra edhe videoja më tërhoqi. Dëgjoni me vëmendje sepse është tepër e rëndësishme. Dëgjoni çdo fjalë, do e dëgjoni shumë herë këtë video dhe jam i bindur që do gjeni vetveten nëse do esini në këtë rrugë. Atëre, gjëja e parë thash që ai ishte ndryshe nga indianët e tjerë. Nuk ishte si indianët e tjerë i pastruar, i rregulluar dhe me flokë të shkurtra. Jo, flokët pak të gjata, me një piceto këtu të vogël, një këtu dhe dy mustaqe të vogla dhe me një shall. Pastaj ai her pas here hiqte dhe vinte një kapele. Po dini se çfarë kapele? Si kapele magjistarësh, ato cilindrat, e vinte në kokë dhe hiqte nga koka. Kapelja, cilindri pra i zi, rreth kishte një shall të bardhë. Pra unë e mbaj mend shumë mirë. Prezantimin që ai kishte bërë ishte fantastik. Por jo vetëm prezantimi, sepse njerëzit që ishin përreth më bëri përshtypje të madhe. Dhe ai si mbante njerëzit përreth, vetëm ai ishte. Askush tjetër, nuk ishte as ndihmës asnjë. Thash, ndiqeni me vëmendje, sepse do t'ju surprizoj. Më ka mbetur në kujtesë dhe dua t'ja u tregoj juve në ekskluziv. Kisha vendosur që ta bëja në një moment, nëse do shkoja në Indi, po është e pamundur. Dhe çfarë bënte ky? Ky shiste lëng, me fjalë spremuta, si i thon, lëng bostani. Okay? Çfarë bënte ky? Merrte bostanin, e hapte bostanin, pra edhe mënyrën e të prezantuarit, sa hapte, e hidhte në ajër bostanin, e kapte, pastaj rrotullonte aty dhe me thik, qëllonte me thik aty dhe hapte bostanin. Sa po e hapte, i krijonte një vrim bostanit dhe fillonte me një kështu, me një nga ato frulatorët që ta bënte lëng. Me atë dhe bëhesh lëng. Nga momenti që bënte lëng, i hidhte dhe disa gjëra të tjera që unë nuk e kuptova se çfarë i hidhte brenda. Pra, brenda shalqiut. Shalqiri, pra bostani, nuk ishin shumë të mëdhenj, merrte bostan të vegjël. Dhe çfarë bënte? Gjë që unë nuk e kisha kuptuar. Ja u dhuronte gratis. Por prisni, sepse nuk mbaron me kaq. Pra, ai u dhuronte gratis këto spremutat, me fjalë këto lëngjet. Dhe kishte një rrugë të gjatë njerëzish. Tani, për disa nga ju që do mendojnë, pa dyshim do mendojnë, po mirë, pse kam dalur për t'i dhënë gjëra të tjerëve gratis, ai djalë u bë milioner. Po, në pak vite, brenda 5 viteve u bë milioner. Milioner, po them, bëri $1 milion brenda 5 viteve. Po, e ka thënë në një intervistë, brenda 5 viteve, deri në vitin 2018, ai bëri $1 milion. Po si bëri $1 milion? Me punë. Dhe dini se çfarë bëri? Gjëja e parë
që unë nuk e dija. Kjo mënyrë, pra t'i ofrosh tjetrit diçka që ti bën dhe t'i tregosh tjetrit që je i aftë për atë që bën, quhet lead magnet, okay? Lead magnet. Çdo thot lead magnet që është në anglisht. Lead do thotë që ti tërheqësh njerëzit si një magnet, ti tërheqësh njerëzit. Dhe po mirë, do thoni ju, ai si u jepte gratis këtë gjë, u jepte sepse ai në fillim u jepte gratis që e provonin, por pastaj kur ktheshin herës tjetër ata e pagonin. Mirë pa ju bëj famshëm dhe fama e bëri të famshëm atë. Pra e bëri dhe të pasur. Ky ishte një trup fantastik. Pse po a them këtë? Para disa viteve, kur fillova që të bëja turne në Shqipëri, doja të mirja disa njerëz që të punonin me mua në Shqipëri. Një trup nga Shqipëria, përveç trupës që kisha marrë nga Italia. Dhe e dini se çfarë përgjigjesh më jepnin? Pa e ditur fare ata. Kur i pyesja, do më ndihmoni pak, fjalë do jem asistentët e mi, do bëni këtë. Gjën e parë, pyetjen e parë që i bëja, doni një punë, i thoshja? Sa do më japësh moti? Gjëja e parë, gabim. Gjëja e parë që thot njeriu, gabim. Nuk është ajo ti sa do më japësh, por ti, nëse ti shkon jashtë territorit shqiptar në përbot, ti nuk mund t'i thuash tjetrit sa do më japësh. Por ai tjetri të pyet ti, çfarë bën? Çfarë di të bësh ti? Të thot ai tjetri. Pra ti duhet t'i tregosh tjetrit se sa je në gjendje ti që të bësh diçka për atë që t'i jap punën, apo çfarë je në gjendje ti? A je në gjendje? Je i aftë për të bërë, tregoma. Je i aftë, bëhe. Ky pra është gabimi kryesor i shqiptarëve, por unë e di se pse është ky gabim. Ky gabim vjen si pasojë sepse ka patur çdo gjë gratis, çdo gjë në rregull, çdo gjë ka qenë e shtetit, pra 50 vjet në komunizëm. Dhe pastaj fëmijët u rritën nga prindrit dhe mbaheshin nga prindrit. Mirë po ne që ikëm jashtë, dhe gjithë ju që jeni jashtë padyshim e njihni këtë të që po ju them, kur ti ku shkon jashtë, je i detyruar që të tregosh vlerat të tjerëve. Dhe ti nuk mund t'i thuash do tjetrit sa do më japësh, sepse ti, nëse hap gojën dhe thua sa do më japësh, ti nuk do e marrësh punën. Pra gjëja e parë që është e rëndësishme ti tregoj njerëzve se sa i aftë je. Në këtë rast me lead magnet, me këtë sistemin që ju thash, është sistemi më efikas në mbar botën. Dhe nuk është hera parë, tani po merr vrull, duke filluar që nga viti 2010, po merr vrull të madh. Kjo mënyrë, pra lead magnet. Dhe unë ja u këshilloj, çfarë do lloj gjëje që të bëni, doni të shisni rroba? Po, i tregoni tjetrit, na, merreni, shko si e bëj unë, i thuati dhe e qëndis, diçka apo e pret, diçka dhe ja jep. Shikoni, ta jap falas, 1, ti provoj 2, sa do ti? Mos mendoni që ai që do marr 1 herës tjetër do vi prapë që të kërkoj një tjetër falas. Jo. Kur të vi herës tjetër do ta pagoj. Por ti në këtë rast ti do bësh jo vetëm i famshëm, por do bësh edhe i pasur, sepse i famshëm do ta marrin vesh të gjithë, por i pasur sepse sa më shumë janë klientët dhe aq më shumë ti fiton. Pra do ta bëni si kinezët. Kinezët nuk mendojnë si shqiptarët me miliona. Do më japësh 5 milion, do bëj 5 milion këtu, 100 milion atje dhe nuk bëjnë asgjë. Jo, kinezët flasin me qindarka dhe me qindarka janë bërë nga më të pasurit në botë. Pra, unë ju tregova sekretin. Ky është sekreti që askush nuk e thot. Nuk e flet askush sepse ata që kanë sukses, qoftë edhe disa shqiptar, bile mbaj mend para disa të mbaroj këtë njerë. Disa shqiptar që janë bërë të suksesshëm nuk e thonë se kanë frikë se mos i zë vendin, sepse ti nëse bësh i famshëm dhe të kesh sepse fama të bën me para dhe fillon që të kesh klientë, ti nga ai moment rrezon tjetrin, pra aty i ulet përqindja. Kështu që një shqiptar nuk ta thot. Një huaj pse ta thot ty? Ai ka punën e vet, ti nëse do vetë shkon e shikon. Pra në gjuhën shqipe ndaj nuk e thon. Ndaj ja u thash unë sepse ju dua fort. Tjetra, dua t'ju them që ka disa që do thonë për shembull, po mirë, ne çfarë pune të bëjmë? Shiko, edhe ndërtimi. Ndërtim. Shiko, kam një shokun tim, që kam thënë dhe para disa javësh, ai i tregoi tjetrit, filloi punë me fjalë në ndërtime, i tregoi tjetër, shkota, sa jaftë jam unë. Nëse ti mendon që jam jaftë, sepse e pyeti ai italiani, tha, ti tha, mund të më japësh ta një kështu background ose një nuk më vjen tani, reference, mund të më japësh disa referenca? Po, i thaj, do vi nesër në mëngjes në orën 7 më ke aty. Dëgjoni se çfarë i tha. Po jo, pse? Do ta bëj unë, tha, do të bëj një pjesë pune, tha, këtë pjesën këtu të një muri, do ta bëj unë, tha, gratis, ti shikoje, nëse të pëlqen mirë, nëse të pëlqen, kjo është referenca ime, tha.
Italianit i vinte mirë sepse ja bënte gratis. Kështu që kur shkoi ditën tjetër, kur e pa punën, mori punën. Nuk e di më kuptoni apo jo. Ai nëse do t'i thoshte unë kushtoj kaq, shqiptari ndoshta ai nuk do merrte punën kurrë, ose s'kishte për ta marrë kurrë. Pra, në këtë formë ka filluar që punon dhe punon ka punë pafund. Dhe ka marrë dhe shqiptar tani që i punon aty, së bashku me të, ose dhe të huaj. Pse po e them këtë? Sepse askush nuk do t'ja u thot. Askush nuk do t'ja u thot që çdo lloj pune, nëse ti i tregon tjetrit sa i aftë je, sikur dhe t'ja bësh gratis, vetëm në këtë rast ti do bësh i famshëm dhe do ke respekt për ty. Dhe ka ky moment do bësh i pasur. Unë ja u tregova, tani pres komentet tuaja, nëse unë kam të drejtë ose jo, më thoni, sepse mund të gaboj dhe unë. Por në këtë rast unë jam i bindur që nuk kam gabuar as pak. Mbajeni mend, quhet lead magnet. Dhe nëse mbani mend këtë, çdo ditë ta hapni, ta shkruani një letër dhe ta hapni çdo ditë dhe të thoni lead magnet. Ja çfarë më tha Nadiri atë ditë dhe ta përsërisni këtë gjithmonë, unë jam i bindur që çdo lloj pune që t'ju dali përpara, ju do bëni jo vetëm të suksesshëm, por edhe të pasur. Ditë të mbarë.